Policia ka vënë në pranga 2 punonjëse të qendrës hospitalore universitare Nën Tereza. Mjekja 48 vjeçare Silvana Menaj dhe laborantja 46 vjeçare Durata Trako janë arrestuar sepse dyshohet se në bashkëpunim me njëra tjetrën kanë marrë rishfete nga pacientët. Mbi to qëndron akuza për korrupsion, ndërsa të dyshuarat punonin për vite të tëra në pavionin e kardiologjisë së përgjithshme. Burimet zyrtare të qendrës hospitalore universitare Nën Tereza bëjnë me dije se arrestimi i tyre është bërë para ditën e së hënës, ndërsa ato si zakonisht po ushtronin profesionin e tyre. Sipas informacioneve, policia kishte mbi 2 muaj që hetonte mbi këtë çështje, nisur nga sinjalizimet e para se si mjekja ashtu dhe laborantja u merrnin pacientëve shumë parash për kurim. Arrestimi nga seksioni kundër krimit dhe korrupsionit në drejtorinë e policisë së Tiranës vjen pas një hetimi të gjatë të bërë mbi bluzat e bardha. Kjo është prangosja e dytë e bluzave të bardha brenda pak muajve. Më herët një mjek dhe një farmaciste janë arrestuar për vjedhjen e medikamenteve falas në qendrën hospitalore universitare Nën Tereza dhe tregtimin e këtyre banave në mënyrë private në ambientet e spitalit.